Një deklaratë e kryeministres së re japoneze tregoi brishtësinë e marrëdhënieve mes Japonisë dhe Kinës. Kjo e fundit thirrri ambasadorin japonez në takim urgjent, pasi javën e kaluar kryeministra e re japoneze, Sanea Takaichi, i tha parlamentit se në rast sulmesh të armatosura ndaj Tajvanit, Japonia mund të justifikohet me dërgimin e trupave për të mbështetur ishullin. Nëse një emergjencë në Tajvan përfshin anije luftarake dhe përdorimin e forcës, atëherë kjo mund të përbëjë një situatë që kërcënon mbijetesën e Japonisë, tha ajo. Pekini këmbgul se Tajvani është pjesë e territorit të tij dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për të marrë kontrollin e ishullit që vetë qeveriset. Përmes reagimeve publike, Kina i bëri të qartë Japonisë se nëse guxon të ndërhyjë në kauzën e bashkimit të Kinës në çfarëdo forme, do të marrë një kundërpërgjigje të fuqishme. Kina kërkoi më tej që pala japoneze të korrigjojë menjëherë deklaratën, por kryeministra Takaichi këmbguli se ajo ishte në përputhje me qëndrimin e mëparshëm të Tokios. Japonia thot se qëndrimet e saj janë në përputhje me komunikatën e përbashkët Japoni-Kinë të vitit 1972. Komunikata e këtij viti normalizoi marrëdhënie dypalëshe me Japoninë që pranoi politikën një Kinë, të njohur nga shumë vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.